Se duam të largojmë Edi Ramën, një nga mekanizmat ku ai goditi sistemin zgjedhor me një, po themi, mjeshtëri, po në kuptimin negativ të fjalës, ishte pikërisht koalicionet. Që kështu unë nuk mendoj se sidomos partitë e vogla. Kjo mund mos interesoj një parti të madhe, po partive të vogla të opozitës, për cilat ne diskutojmë ti ulim dialog me një parti të madhe, padyshim që interesojnë. Dhe unë pikërisht prandaj të pyes, a keni ju në këtë strategji të dialogut tuaj, që duke qenë se doni të ulit veçlit me një të madh? E kemi në agjendë që të imponojmë dhe disa qëndrime që na duken më përbashkuese nga për partit dhe vetë idetë e partive që t'jenë të bashkuara ose të dala me një numërus përbashkët me Partinë Demokratike në mënyrë që parlament kenë mundësi. Po pyes edhe një, pyetja shumë shkencore. Gjatë gjithë historisë që kemi jetuar në këtë adheun ton të dashur, sa herë ka pasur forume të tilla që kanë marrë përsipër që të bëjnë pajtimin e klasës? Shumë herë. Ka dalë ndonjë që e ka bërë? Se unë e di që tani PS-ja me PD-n po diskutojnë që t'i heqin deputetët fare në parlamentit, t'i bëjnë me 100. Po që me 100 gjitha partitë e vogla vdesin. Gjitha. Me thonë drejtën, disa deputet duhet hiqen se janë në nivel mediokër. Jo, do hiqen ata. Po do hiqen dhe partitë e vogla. Që s'marrin dot më deputet, se duhet një shifër shumë e madhe. Patjetër, nëse një parti të vret në tavolinë vlla, ti bëj dialog sa duhet. Nëse një parti ka marrë 64.000 vota, parti e vogël, e zotit Lapaj, do të thotë që minimalisht edhe nëse parlamenti është me 101 deputet, merr 2 mandate. Unë po të them s'merr asnjë çerek mandati. Po flasim në një sistem normal. Sepse në sistemin jo normal, mor një mandat në kohën që duhet kishte 6 mandat. 84 vota ndryshon si duaj. Me që jemi në një pikë kritike, them që në këtë rast mund të ndihmoj ndërmjetësimi dhe lehtësimi i debatit dhe i diskutimit midis partive, sepse e shoh shumë të zymt të ardhmen dhe formën se si pushteti qaset ndaj gjithëve. Pra është e kuptueshme që po kthehemi në një lloj shteti ose gjys demokracie ku goditet gjithmonë më tepër faktori opozitar dhe do kthehemi në një situatë ku do kemi një parti socialiste mbas 4 vjetësh me më shumë deputet dhe një opozitë me më pak deputet se që jemi aktualisht. Kërkesa juaj për hapjen e lojës është Ike Berishës? Ne nuk kemi kërkesa të drejt për drejta tona. I kemi paraqitur vetëm 3 pika ose piketa ku duam të nisim dialogun. E para është kodi zgjedhor dhe reforma zgjedhore. Pika 2 lidhet me reformën territoriale, që të mundohemi që ta bashkojmë opozitën në këtë pjesë, sepse është në interes të zgjedhjeve lokale të vitit tjetër, që të mbajnë një qëndrim të unifikuar përballë pushtetit. Dhe pika 3